Unë jam nga ata që e kam vitur zërin shpesh herë, bile kam ndaluar dhe familjen time që të blej qumësh, sepse kur e mësova që në qarkun e Vlorës, nga 2013-14 ishin 450.000 të leshta, të imta, po i quaj dele dhe edhi, apo dhe lopë bashkë. Sot, para një viti, ishin 150.000 dhe me siguri sot janë 100.000. Pra nga 450.000, neve kemi 100.000 kafshë të tilla domestik, shtëpiake, që mund të prodhojnë bulmetin në gjitha format e veta. Që do të thotë që disa kompani si Erzeni, që e disa këtë guxoj ta them, që kishte pika mbledhje në lumin e Vlorës, këto e kam mësuar kur isha ndihmoja njerëzit e Kuqit, qytetarët e Kuqit lidhur me mbrojtjen e ujit që u merresh për në pjesën tej llogaras. Dhe aty mësova se si pika të shumta të mbledhjes si qumshit për kompaninë bie fjala Orlufra ose Erzeni, ato ishin mbyllur, se s'kishin më interes, se s'kishte kushtonte me qumësh. Në këto kushte, këta janë detyruar tani që të marrin qumësh plur nga Kina,